Mi thot ka qel faqe për me lujt bastore, tjetër bastore nese. A kam haram nëse lypi me prish fejesën? Nuk kisha me thonë me prish me njerë fejesën. Pa i hum shpresat të përmirësimi i bashkëshortit. Lojnat e fatit bastore janë smundje psiqike. Sikur se droga që është smundje psiqike, alkooli. Duhet mu mundu edhe ti me u bo sebeb për shërimin e kësaj smundje të aj. Në momentin që ti bindesh që s'ka zgjidhje, e jep një afat kohor, atër është e drejtë e jotja a dën me vazhdu ajo. Tash, themi, a është për sebepeve që detyrimisht duja me lyp shkruarzim. Nuk është për aty në sebepeve që me të parën me lyp shkruarzim. Me pas kujdes, më mundu përmirësimin e ti. Sa? Ndoshta 1 muj, ndoshta 6 muj. Ti e analizon për sa unë e muj me ndiku të ky personi për 6 muj. Hajde du të jap një shallë 6 mujor, mi kallzu. Pastaj është e drejta me vendos a ki me vazhdu apo jo, kthehet te ti. I analizon rrethonat, a mund me kalu jetë me këtë njeri, apo jo. E di që ka me thonë dikush në për komente, jo, qysh me lan, jo, qysh, ose leje me të parën, unë nuk tham. Nuk tham, as me vazhdu të njetën, me shkatru jetën, kur mës me pas as buk me hangër, pas mës më të prish me të parën. Gjojë një, mesatare, jepja shansën, jepja mundësin, pastaj leta akuzana e vetë vetën nesër kur ti bjen men, thot vëllaj me ka dhon shansën, po unë kam qenë fajtori. Allah e përmisoft.